Futbollisti 28 vjeçar i klubit Dajti, Bledar Hajdari, humbi jetën në fushë, reagon FSHF. Një ngjarje e rëndë tronditi futbollin shqiptar mbrëmjen e mërkurës, kur Bledar Hajdari, futbollisti i klubit Dajtit, në Sudnej Lig pësoi një atak kardiak dhe u nda nga jeta. Për këtë ngjarje tronditse ka reaguar dhe vetë Federata Shqiptare e Futbollit, duke i shprehur ngushëllimet familjes dhe njerëzve të afërm të Hajdarit. Ja dhe reagimi. Federata e Futbollit shpreh tronditjen e thellë për ngjarjen tragjike të ndodhur gjatë ndeshjes së vlefshme për gjysmëfinalet e kampionatit futbollit amator 9-9 FSHF Sudnej Lig Albania. Klubi i futbollit FC Dajti, FC Lumnese në shtëpinë e futbollit. Gjatë ndeshjes futbollit FC Dajti, Bledar Hajdari ka shfaqur shqetësime shëndetësore dhe është rrëzuar në fushën e lojës. Menjëherë çdo ndihmë e shpejtë duke transportuar urgjentisht me ambulancën e pranishme në ndeshje për në spitalin e traumës. Për fat të keq, pavarësisht asistencës mjekësore dhe të gjitha përpjekjeve për ta rikthyer në jetë, futbollisti ka ndruar jetë. FSHF i shpreh ngushëllimet më të thella familjes Hajdari dhe ekipit të FC Dajti për këtë humbje të madhe që ka shokuar të gjithë komunitetin e futbollit shqiptar. Në këto momente të vështira, Federata Shqiptare e Futbollit qëndron pranë familjes, miqve dhe bashkëlojtarëve të Bledar Hajdarit, duke ndarë me ta pikëllimin për këtë ndarje të parakohshme dhe të rëndë, shkruan Federata.